Plagët e fëmijërisë shpesh krijohen jo vetëm nga ngjarje të mëdha dhe traumatike, por edhe nga gjëra të vogla, të përsëritura, që fëmia nuk ka ditur t'i përballojë. Për të mësuar se si t'i kapërcejmë dhe se si të flasim për plagët e fëmijërisë, pa fajsuar, na ndiqni në programin e sotëm Shpresë për ty. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Shpresë për ty. Mikesha të dashura, faleminderit që jeni duke na ndjekur në këto momente dhe shpresojmë që përmes programeve tona ju të gjeni ndihmë dhe shumë inkurajim. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Përshëndetje të gjithave. Po të kthejmë kokën pas në fëmijërinë tonë, do të kujtojmë se ndonjëherë edhe jemi lënduar emocionalisht. Kur këto lëndime janë të lehta, ne i kalojmë shpesh me naivitetin moskokçarës të fëmijës, por ka disa lëndime që janë më të thella edhe pa e kuptuar, ne i mbartim ato edhe në moshë të rritur. Sot do të flasim pikërisht për plagët e fëmijërisë dhe se si t'i kalojmë ato pa fajsuar dhe pa justifikime. Është e vërtetë, Dena, fëmia nuk ka logjik të zhvilluar, ndaj ai interpreton çdo situatë emocionalisht dhe pikërisht aty nguliten plagët. Ja disa nga shkaqet më të zakonshme të plagëve që njerëzit mbartin nga fëmijëria. E para, mungesa e vëmendjes emocionale, jo mungesa e ushqimit apo rrobave, por mungesa e vëmendjes, dëgjimit, përqafimit dhe pranisë. Fëmia nuk e kupton që prindi është i lodhur apo i stresuar, ai e interpreton si nuk jam i rëndësishëm, duhet të mos kërkoj shumë, duhet të përpiqem të fitoj vëmendjen e tyre. Kjo krijon plagë të thella vetvlerësimi. E dyta, kritikat e tepërta, fjalët e forta, komentet ironike, krahasimet me fëmijët e tjerë janë burimi shpesh i plagëve. Një fëmijë i kritikuar rritet me frikë nga gabimet, perfeksionizëm dhe vështirësi për të besuar te vetja. Fjalët e prindërve formojnë zërin tonë të brendshëm. E treta, prindër emocionalisht të paparashikueshëm. Fëmia nuk e di kurrë se çfarë humori do të gjejë, herë dashuri, herë shpërthime. Në moshë të rritur, kjo krijon ankth, hipervigjilencë, frikë nga njerëzit dhe vështirësi të besimit tek partneri. E katërta, konfliktet në familje. Zënka, tulërima, tensioni vazhdueshëm, heshtjet e gjata apo dramat familjare. Fëmia jeton këtë si pasiguri të thellë. Si i rritur, ai shpesh shmang konfliktet, i friksohet çdo zënke ose reagon më fort se sa duhet, sepse për të, zënka nënkupton rrezik. E pesta, krahasimet. Pse si e si motra jote? Shiko kush merr nota më të mira. Djali i komshiut bën gjithçka më mirë. Krahasimet krijojnë plagë të thella identiteti dhe ngulisin tek fëmia iden se ai nuk është asnjëherë i mjaftueshëm. E gjashta, mungesa e mbrojtjes. Nëse fëmia nuk ndihet i mbrojtur fizikisht, emocionalisht ose psikologjikisht, ai krijon frikë, fiksim te kontrolli dhe ndjenjën se duhet të mbrohet vetë nga gjithçka. Edhe kur prindrit s'kan qëllim të keq, mungesa e mbrojtjes lë shenjë. E shtata, nevoja për të rritur shumë shpejt. Fëmijët që kujdesen për motrat dhe vëllezrit më të vegjël bëhen psikolog të prindërve në thonjza, shohin prindër të sëmur, të lodhur ose emocionalisht të paqëndrueshëm dhe ata e humbasin fëmijërinë e tyre dhe rriten me një barë që nuk u ka takuar kurrë. Si të rritur, ata shpesh bëhen shpëtimtar në thonjza të çdo marrëdhënieje. E teta, ndëshkimet e ashpra. Nuk ka rëndësi nëse janë fizike apo emocionale, ndëshkimet e tepruara krijojnë frikë të thellë, turp, bindje të verbër ose rebelim ekstrem. Asnjëra nga këto ndjenja nuk është e shëndetshme. E nënta, nevoja për të fituar miratimin me sjellje të mira. Kur fëmia mëson se vlera e tij varet nga nota, sjellja perfekte, bindja apo arritjet e tij, ai rritet duke e lidhur vetvlerësimin me performancën dhe kjo është një plagë shumë e zakonshme. E dhjeta, braktisja, fizike ose emocionale. Braktisja nuk është vetëm të largohesh fizikisht, mjafton që prindi të jetë emocionalisht i munguar edhe kjo krijon një boshllëk të madh tek fëmia. Ai mund ta interpretojë këtë si nuk jam i dashur, nuk vlej aq sa të më mbajnë, duhet të qëndroj i qetë që të mos largohet askush. Kjo krijon plagë të thella në marrëdhëniet si i rritur. E 11, mungesa e lavdërimit ose mbështetjes. Edhe fëmijët më të dashur kanë nevojë të dëgjojnë, jam krenar për ty, je i aftë, ke vlerë. Kur këto mungojnë,
fëmia rritet duke kërkuar miratim tek partneri, shoqëria apo puna. E 12-ta, prindër shumë kritik ndaj vetes. Fëmia nuk dëgjon thjesht çfarë thoni ju, por ai përthith edhe atë që ju jeni. Kur rritet në shtëpi me ankth, debat të brendshëm, vetfajsim të prindit, ai mëson të jetë njësoj me veten e tij kur të rritet. 12 shkaqe për plagët e fëmijërisë. Dena, ne gjithmonë ndajmë programet tona me pika që dëgjueset ta kenë më të lehtë ta kuptojnë, por edhe të mbajnë shënime nëse mendojnë se është e nevojshme. Por nuk mendoj se kemi renditur kaq shumë pika për ndonjë problem tjetër. Vërtet, Arta, madje po të bëjmë më shumë kërkime, mendoj se mund të gjejmë edhe shumë të tjera. Gjithsesi, ajo që duhet të dini është se plagët e fëmijërisë nuk zhduken vetë. Ato shpesh rriten bashkë me ne, fshehur në mënyrën si mendojmë, si duam dhe si reagojmë. Edhe kur i harrojmë si ngjarje, trupi, zemra dhe psikika i ruajnë ato si mekanizma mbijetese. Shumë e drejtë, Dena. Le të shohim tani disa nga pasojat më të zakonshme, edhe pse jo gjithmonë të ndërgjegjshme. E para, vështirësi në marrëdhënie dhe afërsi emocionale. Nëse në fëmijëri nuk ka patur siguri emocionale, si të rritur, ne shpesh friksohemi nga afërsia, dyshojmë tek njerëzit, kontrollojmë marrëdhëniet, presim lëndim edhe kur nuk ka arsye dhe largohemi emocionalisht që të mos vuajmë. Këto nuk janë defekte të karakterit në thonjza, por janë mekanizma mbrojtës të ngritura për shkak të plagëve të vjetra. E dyta, ndjenja e ulët e vetvlerësimit. Fëmijët që nuk janë ndier mjaftueshëm të dashur, të parë ose të vlerësuar, shpesh rriten duke besuar, unë nuk jam i mjaftueshëm, nuk e meritoj të më duan, apo duhet të punoj 2 fish për të provuar veten. Edhe arritjet më të mëdha nuk i mbushin ata sepse brenda tyre mbetet boshllëku i vlerësimit. E treta, perfeksionizëm dhe frikë nga gabimet. Këto lindin shpesh tek ata fëmijë që janë rritur me shumë kritika, presion, krahasime apo mungesë mbështetjeje. Si të rritur, ata duan të jenë të pagabueshëm, kanë frikë të zhgënjejnë dikë, bëjnë çdo gjë shumë mirë në thonjza nga frika e dështimit dhe nuk e falin dot veten. Perfeksionizmi është shpesh plag dhe jo virtyt. E katërta, vështirësi në vendosjen e kufive. Nëse fëmia nuk ka patur hapësirë, privatësi apo të drejtën të thotë jo, si i rritur ai shpesh kërkon të kënaqë të gjithë, heq dorë nga nevojat e veta, pranon njerëz e sjellje të dëmshme, lodhet emocionalisht apo punon më shumë se sa mundet. Shpesh, mirësia e tepërt është formë mbijetese. E pesta, nevoja e vazhdueshme për kontroll. Fëmijët që kanë jetuar në kaos ose pasiguri, rriten duke kërkuar kontroll mbi gjithçka, planifikojnë çdo detaj, nuk u besojnë situatave të hapura, tremben nga të papriturat dhe mendojnë gjithmonë për skenarët më të këqinj. Kontrolli është mburoja e tyre. E gjashta, varësi emocionale ose izolim emocional. Plagët e fëmijërisë shpesh shfaqen në 2 ekstreme. Si varësi emocionale, ne kërkojmë tek partneri atë që nuk e kemi pasur si fëmijë, siguri, vëmendje, mbështetje konstante. Si izolim emocional, shmangje e afërsisë nga frika e lëndimit. Në të 2 rastet, rënja është e njëjta, mungesë e sigurisë në fëmijëri. E shtata, frikë nga braktisja. Kjo plag është shumë e zakonshme. Si të rritur, ne fiksohemi pas marrëdhënieve, mbajmë afër njerëz që nuk na e duan të mirën, kemi ankth kur dikush vonon të përgjigjet, ose mendojmë se të gjithë do të largohen. Kjo nuk ndodh nga që ne jemi të dobët, por thjesht plagët e vjetra ende flasin. E teta, mungesë e besimit tek njerëzit. Nëse në fëmijëri kemi patur zgënjime, mospërfillje apo premtime të thyera, si të rritur ne shpesh dyshojmë tek partneri, besojmë vetëm vetveten, kemi vështirësi të hapemi emocionalisht dhe nevojë të madhe për prova të vazhdueshme. Kjo është mënyra jonë për të thënë, mos më lëndo përsëri. E nënta, dëmtime në mënyrën se si e shohim veten. Fëmijëria formon identitetin, mënyrën si flasim me veten, kufit e asaj që besojmë se meritojmë. Prandaj plagët e hershme shpesh krijojnë vetkritik, fjalë të brendshme negative, ndjenjen e pamjaftueshmërisë dhe frikë nga e ardhmja. Të flasësh për plagët e fëmijërisë është një nga proceset më delikate emocionalisht. Ato janë plagë të vjetra që edhe sot ndikojnë në mënyrën si ndijejmë, si reagojmë, si duam dhe si krijojmë marrëdhënie. Por mënyra se si flasim për këto plagë ka shumë rëndësi. Edhe ja se si mund të flasim për to. E para, duhet të fokusohemi tek ndjenjat edhe përvoja, jo tek faji. Në vend të themi, ata s'bën mirë, më dëmtuan, apo nuk ditën të ishin prindër,
mund të themi, kur jam rritur në atë ambient, unë jam djerë, apo ajo situatë më ka mësuar të, ose një mënyrë tjetër mund të jetë, kam kuptuar se ajo periudhë ndikon tek mënyra se si reagoj sot. Kur themi kështu, biseda jon nuk do të ketë tonë sulmi, por do t'i jap partnerit hapësirë për të dëgjuar, jo për të mbrojtur. E dyta, e pranojmë se prindrit kanë qenë njerëz, jo figura të përsosura. Shumë prindër kanë vepruar nga mungesa e dijes, rrethanat ekonomike, presioni, frika apo traumat e tyre. Kur e shohim këtë, dhimbja jon nuk justifikohet, por thjesht kuptohet. Ne mund të themi, e di që prindrit e mi nuk ishin të përsosur, sot e kuptoj që dhe ata mbanin barrat e tyre, por megjithatë, disa gjëra që kanë përjetuar më kanë lënë plag që po përpiqem t'i shëroj. Kjo frazë bashkon dy të vërteta, realitetin dhe butësinë. E treta, ne ndajmë historinë tonë për të kuptuar, jo për të fajsuar. Kur diskutojmë plagët e fëmijërisë, qëllimi nuk është të kërkojmë dëmshpërblim, por të krijojmë mirëkuptim. Ne mund të themi kështu. Po ta tregoj këtë sepse dua që të kuptosh, sepse disa situata më prekin kaq shumë. Nuk e bëj për t'u ankuar apo për të fajsuar dikë, por që të jemi më afër. Ky lloj komunikimi ndërton midis jush dhe partnerit tuaj. E katërta, ne ndajmë plagën, jo rrëmbimin emocional të momentit. Ndonjëherë kur preket një plag, njeriu flet nga dhimbja, jo nga vetëdia. Por një bisedë e shëndetshme kërkon qetësi, reflektim, vend të sigurt dhe gjuhë të matur. Është më mirë të themi, më duhet pak kohë të qetësohem dhe pastaj dua të flasim për këtë. Dua të ta shpjegoj qartë, jo me emocione të nxehta. Kjo ruan dinjitetin dhe cilësinë e bisedës. E pesta, ne pranojmë se shërimi i plagëve të fëmijërisë nuk janë faji dikujt tjetër, por përgjegjësia jon. Përteja asaj që ka ndodhur, sot është përgjegjësia jon t'i kuptojmë, t'i emërtojmë, t'i adresojmë dhe të kërkojmë shërim. Ne mund të themi, edhe pse disa gjëra më kanë lënduar, sot jam duke punuar për t'i shëruar. Dua të jem një version më i mirë, jo të mbetem tek ajo dhimbje. Ky qëndrim sjell respekt dhe pjekuri. Në fakt, Nena, ndërsa ti po ndaje pikën e 5, më kujtua diçka që ka thënë një psikolog amerikan, Dr. Phil McGraw. Ai thotë, ti nuk ke përgjegjësi për atë që të ka ndodhur, por ke përgjegjësi për atë se çfarë bën me atë që të ka ndodhur. Dhe nuk e di pse më ka mbetur në mendje kjo. Atëherë pika e 6 duhet të fokusohemi tek efekti, jo tek fajtori. Në vend të themi X person më ka bërë të jem kështu, ne themi përvoja që kam patur më ka formuar kështu dhe tani po përpiqem të ndërtoj mekanizma të rinj. Ky është komunikimi i shëndetshëm, i matur, që nuk ngre gisht, por hap zemrën. Jemi sërish në studio, mikesha të dashura, në programin Shpresë për ty. Sot jemi duke folur për plagët e fëmijërisë dhe ndikimin e tyre në jetën tonë si të rritur. Ne ndam me ju disa gjëra që duhet të bëjmë për të kapërcyer këto plagë. Por a e dini se kjo gjë bëhet më lehtë kur ne kuptojmë se identiteti ynë i vërtet është në Krishtin? Në një botë ku çdo ditë jemi të rrethuar nga zëra që na tregojnë se kush duhet të jemi, mbështetur tek standardet e shoqërisë, tek pritshmëritë e familjes, tek rrjetet sociale apo tek rolet që luajmë, është shumë e lehtë të humbasim ndjenjën e identitetit të vërtet. Shpesh identiteti ynë ndërtohet mbi atë që bëjmë, mbi atë që kemi, mbi mënyrën se si na shohin të tjerët, ose mbi gabimet që kemi bërë. Por Bibla na thërret në një të vërtet krejt tjetër. Identiteti ynë i vërtet gjendet vetëm në Krishtin. Ne nuk jemi ata që të tjerët thonë se jemi, por ata që Perëndia thotë se jemi. Shumë njerëz rriten duke u përpjekur të provojnë veten, të vërtetojnë se vlen, të fitojnë miratim apo të arrijnë diçka që do t'i bëjë dikushi në jetë. Por kur jemi në Krishtin, ne nuk jetojmë më për të ndërtuar identitetin ton, sepse e marrim atë identitet si dhuratë nga Perëndia. 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 17 thot: Prandaj nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Të jesh krijesë e re do të thotë të mos jesh më i përcaktuar nga e shkuara, nga etiketat, nga dështimet apo nga plagët. Identiteti i ri nuk ndërtohet mbi atë që kemi bërë ne, por mbi atë që Krishti ka bërë për ne. Një nga të vërtetat më të mëdha të identitetit ton është se ne nuk jemi thjesht krijesat e Perëndisë, ne jemi bijtë dhe bijat e Tij.
Tek Gjoni 16 vargu 27, Jezusi thot: "Ati vetë në fakt ju do, sepse ju më deshët mua." Dhe tek e para e Gjonit kapitulli 3 vargu 1 thuhet: "Shikoni ç'të dashuri të madhe na dha Ati, që të quhemi bi të Perëndis." Kur një njeri e kupton këtë, gjithë identiteti i tij fillon të ndryshojë. Ai nuk e sheh veten më si të pambrojtur, të pavlerë, të harruar apo të humbur. Ai e sheh veten si dikush që i përket Perëndis, dikush që ka vlerë, që është i dashur dhe i pranuar. Shpesh ne mbajmë të kaluarën si etiket në shpirt. Gabimet, mëkatet, momentet kur kemi rënë. Por Krishti nuk na sheh si produkt të dështimeve tona. Ai na sheh për atë që jemi në hirin e Tij. Efesianëve kapitulli 2 vargu 8 thot: "Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis." Identiteti ynë i vërtet nuk ndërtohet nga perfeksioni ynë, por nga hiri i Tij. Ne nuk jemi të përcaktuar nga plagët tona, por nga shërimi i Tij. Nuk jemi të përcaktuar nga mëkatet tona, por nga falja e Tij. Nuk jemi të përcaktuar nga rrëzimet, por nga fakti që Ai na jep dorën edhe na ngre. Bibla e përshkruan identitetin tonë në Krishtin me disa fjalë që e ndryshojnë mënyrën se si ne e shohim veten. E para e Pjetrit 2:9 na thot: "Por ju jeni fisi zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar, që të shpallni mrekullitë e Atij që ju thiri nga terri në dritën e Tij të mrekullueshme." Ky nuk është identiteti bazuar në merit, por në thirrje. Ne jemi të zgjedhur, jo të harruar, të shenjtë, të ndarë veçmas për një qëllim, jemi të dashur, jo të padashur. Kur kjo e vërtet hedhë rrëj në zemrën tonë, ne fillojmë të jetojmë me siguri, me paqe dhe me një qëndrim të ri ndaj vetes dhe të tjerëve. Bota na mëson të ndërtojmë identitetin mbi arritjet tona, mbi punën, parat, famën, bukurinë apo talentin. Por kjo nuk është e vërtet, sepse të gjitha këto gjëra mund të humbasin. Vlera jon nuk është tek ajo që ne bëjmë. Vlera jon është tek njeriu që jemi në Krishtin. Kolosianëve kapitulli 1 vargu 27 thot: "Krishti në ju shpresë lavdie." Ky varg e kthen identitetin nga jashtë brenda, nga ajo që duket tek ajo që jemi, nga ajo që bota vlerëson tek ajo që Perëndia vlerëson. Kur ne kuptojmë se kush jemi në Krishtin, nuk kemi më nevojë të kërkojmë miratimin e njerëzve, nuk kemi pse e krahasojmë veten, nuk kemi pse të vrapojmë pas vlerësimit, nuk kemi pse të friksohemi nga e ardhmja, nuk kemi pse të mbajmë maska, sepse identiteti ynë nuk lëkundet më. Ai është i rrënjosur në dashurinë e një Perëndie që është i njëjtë dje, sot dhe përjetë. Identiteti ynë i vërtet nuk gjendet në atë që kemi, as në atë që bëjmë, as në atë që kemi humbur, nuk gjendet tek e kaluara dhe as tek opinioni i njerëzve. Ai gjendet vetëm në Krishtin, në dashurinë e Tij, në hirin e Tij, në thirrjen që Ai ka për ne. Edhe kur e kuptojmë këtë, ne fillojmë të jetojmë me më shumë siguri, më shumë paqe, më pak frikë, më shumë gëzim, më shumë liri. Krishti nuk na thot vetëm ndihmë, ai na thot edhe ja kush je ti në mua. Dhe kjo është baza e identitetit ton të përjetshëm. Shumë nga ne mbartim plagë të fëmirisë, fjalë që na kanë lënduar, mungesë vëmendjeje, krahasime, kritika, pritshmëri të pamundura, apo momente kur nuk na është dhënë dashuria që kishim nevojë. Këto përvoja shpesh formojnë mënyrën se si ne e shohim veten edhe sot. Por e vërteta është kjo: plagët e fëmirisë nuk janë identiteti ynë. Ato janë histori nga e shkruara, por nuk janë emri ynë. Identiteti ynë i vërtet nuk ndërtohet mbi dhimbjen, mbi gabimet apo mbi mungesat. Identiteti ynë i vërtet është në Krishtin, në atë që na thërret bi dhe bija, që na bën krijesa të reja dhe që na jep një identitet që nuk mund ta cënojë askush. Plagët tona mund të kenë ndikuar kush ishim, por Krishti përcakton kush jemi sot. Dhe në dorën e Tij, çdo plag mund të kthehet në shërim dhe çdo histori në dëshmi. Mikesha të dashura, tani ka ardhur koha të ndahemi, por duam t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube edhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë, të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe mirë dëgjofshim në programin e radhës.
Ndoshët programin Shpresë për ty.